Të nderuar miq dhe mikesha, sot është e diela fundit e muajit mars, i gjithë marsi u është dedikuar vajzave dhe grave të suksesshme, por vajzave dhe grave që kanë bërë emër dhe kanë lënë gjurmë, ato vajza dhe gra që janë realizuar nëpërmes punës, nëpërmes biznesit, nëpërmes sakrificave, vuajtjeve dhe vështirësive të jashtëzakonshme. Në fakt, sot për këtë temë ne kemi ftuar një grua të jashtëzakonshme për të folur për evolucionin dhe revolucionin e biznesit në 3 dekada, si ka qenë biznesi në vitet 90 deri në 2000, 2000 deri në 2010, 2010 deri në 2020 e tutje. Dhe nuk mendoj se më mirë se personazhi që kemi sot di të flasi për këtë temë. Ekonomia është temë shumë specifike dhe shumë e rrallë. Madje shpeshherë unë në librat e mi dhe leksionet e mia vajzave dhe studentëve kur interpretoj dhe librin dhe jetën dhe ekonominë, them që një njeri është i lirë vetëm nëse ekonomia e tij ose asaj është e qëndrueshme. Ndaj Eda do na tregoj pak më gjatë se çfarë do të thotë të jesh i lirë nëpërmes paras dhe nëpërmes ekonomisë. Pra, e ftuara jon sot është Antonela Ako, një grua e cila ka bërë një emër shumë të madh për sa i përket edhe asaj që juve thatë. Ekonomia në duart e një gruaje Gjoj është diçka shumë e cila ka edhe një rrezikshmëri, apo jo? Pra nuk është e lehtë në këtë shoqëri maskiliste të ketë një grua ekonomi në dorë. Por kush është Antonela Ako? Antonela Ako është një vajzë tiranase, e cila ka mbaruar gjimnazin Partizani dhe në vitin 94 ajo është bashkëthemeluese e kompanisë së saj. 30 vite që Antonela Ako bën një rrugëtim shumë të gjatë dhe për këtë gjë e kemi ftuar sot të na mësoj nga rrugëtimi i saj, nga sfidat e saj që ka pasur. Por dua të shtoj pa e filluar Antonela që unë dhe Eda kemi gati një muaj, gjithë muajin mars, duke i thënë që ti do vish, sepse shumë kush që e dëgjon Antonelën tani e di që e kishte shumë të vështirë për të ardhur në një emision pas një ngjarje që ndodhi në jetën e saj dhe nuk ishte ngjarje lehtë, por ishte një ngjarje që tronditin fakt deri diku themelet e jetës së saj dhe të familjes saj. Por Antonela është e detyruar të flasë për gratë dhe vajzat, sepse ajo përfaqëson dhomën ekonomike të gruas. Është një grua në biznes, është një nën shumë e suksesshme. Është një mike jona, unë dhe Eda bëjmë pjesë në dhomën ekonomike të gruas fal saj dhe po se që nga viti 2020 ajo është përsëri bashkëthemeluese e dhomës ekonomike të gruas. Kryetare e dhomës ekonomike të gruas. Pra me një peshë jashtëzakonisht të madhe edhe në të gjithë rrethin e grave, pra në muaj mars duhet ishte. Ne në një farë forme arritëm ta bindim sepse nuk ishte fort e lehtë ta bindësh Antonelën të dalë në këto momente, por muaj mars u takon vajzave dhe grave dhe labirint në tru sot ka marrë nismën që për mbylljen e muajit mars ta bëjmë me 2 zonja të rralla. Është edhe pas Antonelës një zonjë rrallë që do flasi shumë për vështirësitë e jetës saj, ama ajo ka arritur të ndërtojë biznes dhe të ndihmojë vajza dhe gra. Pra s'kishte si të mungoje sot Antonela. Mirë se erdhën. Ndihemi shumë të privilegjuara Në tru e dashur dhe atë lotin në sy ruaje. Për më vonë loti është fisnik dhe është i bukur gjithmonë, por ne sot kemi ftuar për të folur për vajzat dhe gratë shqiptare, evolucionin dhe revolucionin e tyre në biznes. Faleminderit që pranove ftesën. Nuk mund të mungoje një labirint në tru për të folur për vajzat dhe gratë shqiptare, sepse ti ke suportuar në mënyrë të jashtëzakonshme ato. Faleminderit për ftesën, edhe dy gjëra. E pranova ftesën tuaj sepse di shumë mirë se sa shumë jeni përpjekur juve, jo për të bërë këtë podcast, por për të bërë bizneset tuaja. Dhe jo vetëm për t'i ngritur, por për t'i zhvilluar dhe për t'i çuar në një stad tjetër. Aty ku din t'i çojnë vetëm zonjat që mendojnë dhe punojnë me zemër. Dhe kjo është një nga tiparet më themelore që ka një grua në biznes, që për fatin e mirë të ekonomisë dhe të ndërmarrjeve lum kush ka një grua në bordin drejtues ose CEO, sepse ndërmarrja shkon gjithmonë përpara, kompania shkon gjithmonë përpara. Përveç se kësaj, kam privilegjin që prej disa vitesh, sikurse dhe ju më prezantua, të jem kryetare e dhomës ekonomike e gruas, dhe është privilegj, por është edhe përgjegjësi për të gjitha zonjat që unë i kam përfaqësuar këto vite,
dhe kam folur me zërin e tyre. Kështu që shpresoj shumë që në këtë podcast ne të bëjmë një bisedë të lirë, të flasim më shumë për ju se sa për mua. Sepse meriton shumë. Kur ishte e ftuar motra Antonelës, Ema Andrea, në një nga festat që ne bënim, më bëri shumë përshtypje se ajo kur foli për Antonelën tha: ajo Antonela e dashuron këtë ndërmarrje me gratë, këtë punën, këtë gjë që bën në dhomën ekonomike të gruas. Është dashuria e saj ndër të fundit dhe më të mëdhat. Është e vërtet kjo, Antonela? E vërtet është. E vërtet, dhe unë kur e kam pranuar rolin tim si kryetare e dhomës ekonomike, e kam thënë edhe në momentet kur ne zonjat e para që u mblodhën për të themeluar dhomën ekonomike, e pranova sepse dhe ju thash që në statin ku ka arritur biznesi dhe eksperienca ime si grua, mendoj që nuk është vetëm përgjegjësia ime, por është e përgjegjësi dhe e të gjitha zonjave që kanë shumë vite eksperiencë, që kanë kaluar shumë sakrifica, që tashmë jo vetëm të flasim, por të mbështesim zonjat e tjera, të cilat janë në fillimet e veta ose kanë disa vite që punojnë dhe kanë nevojë të shkëmbejmë eksperienca, të japim dorën njëra tjetrës, të bëjmë një network të fuqishëm, sepse nëpërmjet networkut njihemi dhe fuqizohemi, njihemi dhe fillojmë punojmë me njëra tjetrën. Ju të dyja jeni shembulli i gjërave që çfarë bëjnë dy zonja kur bashkohen dhe kur mbështesin njëra tjetrën. Dhe me dëshirën që zonjat të jenë të përfaqësuara dhe me dëshirën që zëri i tyre të dëgjohet, është shumë e rëndësishme, jo vetëm për shoqërinë dhe ekonominë shqiptare, por për të gjithë shoqëritë, për të gjitha vendet që lumë kusharin të kuptoj zërin e grave dhe mendimet dhe forcën e tyre për të çuar përpara ekonominë, shoqërinë, vendet në përgjithësi. Antonela, unë kam një ndërhyrje kjo pjesa, sepse dihet që flasësh për biznesin e vajzave dhe grave në Shqipëri në 3 dekada e gjysmë, sepse tani jemi në vitin 2026, ka shumë për të folur, mbase me kalimin e kohës ne do bëjmë libër bashkë me dhomën ekonomike të gruas, ku do përcaktojmë suksesin e secili vajzë dhe gruaja. Por në 3 dekadat që ti ke mbi 25 vite që drejton një biznes tëndin, shumë të fuqishëm në Shqipëri dhe që ke mbështet shumë produksione artistike, unë nuk mund ta lë pa e përmendur këtë pjesë, që Antonela është një sigël e madhe që ka mbështetur të rinj, të reja, produksione ndryshme televizive, i ka rritur, i ka formatuar ata, po sa e vështirë ka qenë në 3 dekada për një vajzë e cila e ka filluar biznesin në pikën zero. Biznesi jon ka startuar e them jon sepse unë jam bashkëthemeluese bashkë me tim shoq në 1994 dhe ne ktheheshim nga emigrimi. Eda më bëri pak më përpara një kështu si biografi të shkurtër që unë kam mbaruar ekonomikun vetëm, shoq kam mbaruar inxhinierin, kemi emigruar pak vite dhe sigurisht që emigracioni, e kam thënë dhe në herë tjera, nuk është që të lë dinjitet. Dhe çfarëdo që të ofroj, le të themi kushte më të mira shëndetësore, arsimore ose gjëra që në vitet 90 Shqipërisë mungonin, nuk do të lërë të shkosh atje ku ti ke menduar suksesin tënd. Pra vendimi për të kthyer ishte nga vendimet e rëndësishme që neve morëm si çift. Vështirësi shumë të mëdha, sepse në 94 kur kemi filluar ne ishte leku në Shqipëri, them unë lum, ishte pafund, se ishin firmat piramidale, ishin në kulmin e vet. Dhe ishte një çmenduri kur njerëzit për vajzat dhe gratë kishte mungesë njohjeje të biznesit. Vajzat dhe gratë e para, tani ti themi gjëra siç janë. Po. Biznesi në ato vite ishte o dyqanet vogla, që kishin, sepse nga që ishte bërë privatizimi i pasurisë shtetërore dhe kush kishte punuar në përtoj kishte privatizuar dhe të vetmet gjëra që mund të bënin ishin eksport-importet
dhe restorante ose kafe, po të vogla madje edhe minimaliste, por me dëshirën për ta ishte edhe ndërmarrja juaj e tillë? E jona po e vogël. E vogël fare, ne kemi ardhur me sipërfaqe kjo studio ku jemi këtu ne është e madhe, me investime fare modeste, por jo se nuk dinim të bënim gjëra të mëdha. Por sigurisht që të gjitha hapat së pari do të jeteshin të menduara, së dyti do të jeteshin ngadalë, së treti financat, emigracioni nuk të lë financat, dhe në kohën kur po flasim, për vitet që po flasim këtu e 30 vjet përpara, dhe mbështetja bankare as nuk mendohej, as nuk njihej, as nuk ishte edukat për të mbështetur. Ka qenë një element shumë i fortë deri afër 2010-s. Pastaj në momentin që ishin firmat piramidale, nuk ishte vetëm vështirësia e të bërit bizneset, e të gjeturit financimit. Ishte mundësia që ti ato pak para që mund fitoje në biznesin ton të mos çmendesh dhe të çoje në firma piramidale. Ishte vështirësia për gabimin? No. Ishte vështirësia për gjetur njerëz për punë. Ishte mentaliteti i shumë shqiptarëve dhe i zonjave fatkeqësisht që kur ti kërkoje që ti merje në punë dhe ti thoje që shiko se dhe paga shkon deri këtu sepse biznesi është në hapat e parë, ka vështirësitë e veta, të thonin me kaq para unë ri në shtëpi duke parë televizor dhe i marr nga firmat piramidale. Po çfarë bëri kjo? Për mua firmat piramidale kanë qenë një regres jashtëzakonshëm në mentalitetin e punës, e edukatës së punës dhe në mbylljen e grave, zhvendosjen e tyre nga një forcë e rëndësishme në punë, në gra që u kthyen në shtëpiake, që filluan të mos mendonin më për asgjë, të mos kishin bisedat e tyre të lira dhe të mos kishin mendim më përtej asaj që shikonin në televizor. Kjo pastaj do të sillte zinxhirin e gjatë që edhe mënyra se si do ta edukonim brezin e ri do të ishte shumë më ndryshe nga ajo që jemi edukuar ne dhe nga ajo që kemi pritshmërinë për të marrë sa më shumë informacion, ne jemi detyruar të bëjmë sa më shumë pyetje. Ndaj pyetja radhës është Breden. Unë doja të pyesja, nëse më lejohet, pasi juve keni kaluar edhe një periudhë kohe të jetës tuaj. Jo, pa kaluar aty, ne duam dim duhet na flasi pak për biznesin digital dhe online. Po, për ato do thoja, Gjoj, po kisha, do me thonë, përpara se të dilim në pjesën e digitalizimit, se vërtet ka një ndryshim shumë të madh nga ajo epokë që juve e filluat me tani, por që duket, kur e shikon Antonelën, sikur gjithë rruga e saj ka qenë shtruar me petale trëndafili. Dhe këtë deshe ta pyesje. Dhe doja, jo, vërtet, edhe ajo kur i tregon ato... Më freksove, pa ta frikse dhe futesh te labirintet e tjera. Do t'i futesh një çik të labirintet, sepse doja të ngulmoja çik edhe te vitet që ajo ka punuar në Laç si ekonomiste, pra përpara se ajo ta fillonte dhe ta shtronte rrugën e saj, por që ndoshta këto janë edhe gjëra intime dhe doja të di se ku ka një bashkëshorti dhe si. Jam i ta them unë. Do të thon përpara se juve të shkonit në emigracion. Unë kam mbaruar ekonomikun, Nati ka mbaruar inxhinierin, edhe kemi qenë nga kuadrot që atëherë të emronin, pavarësisht se ne jemi afër fundit të demokracisë. Në vitet 88 jemi takuar në autobus. Sa bukur. Duke shkuar për autobus ka qenë. Duke shkuar në punë, sepse atëherë në Laç ka patur shumë kuadro, mjek, dentist, mësues, zooteknik, veteriner kanë qenë shumë të rinj dhe ka patur. Mendoj se çdo qytet i kishte, apo çdo qytet, po ne nga që e kishim Tiranën afër dhe le të themi e bënim pak më shpesh, thuajse vajtardhje, thuajse ka patur raste që e bënim dhe për ditë. Unë një herë e bëja për ditë sepse ashtu i kishte edhe kushtet familjare, që mund ta flasim pak më vonë këtë pjesën. Dhe aty e kam njohur Adin. Në autobus bonim rrugën bashk, ne kishim miq të përbashkët, biseda të lira, diku shkëmbeje një mendim për punën, diku një mendim për fakultetin, diku diçka tjetër, ku kishim gjetur rrugëtimin bashk të dy, pastaj vazhduam rrugëtimin bashk, edhe diku unë e gjuajta, sepse
në trurin tim, unë jam rritur pa baba, po në trurin tim figura e Adit më shëmbëllente, më kompletonte figurën e munguar të babait. Ju ngjallte një farë sigurie? Përveç se sigurisë, domethënë unë se kam të siguria se gjithmonë jam mbështet tek shpatat e mia, sesa tek serioziteti dhe tek njeriu që ditë flasi, nuk flet shumë, nuk merr njerëz në përgoj, ka një mençuri natyrale, ka një analizë shumë të mirë, kuptohet, këto pastaj erdhën dhe u vërtetuan me kohën, po në ato vite se kemi qenë shumë të rinj, ato që unë I kisha kështu si për zemër dhe themi gjeta atje. Në vazhden e kësaj, është mirë që bashkëshortin ta kesh në biznes? Sipas mendimit se ne kemi është shumë e vështirë. Është sinqert, 100%. Ja t'ju them diçka. Se ka ca që thojnë po, ka ca që thojnë jo. Jo, dëgjoj, unë do them ato që mendoj. Ekzistenca jon e të dyve në biznes ishte për arsyet që u nis nga zero gjithçka dhe kishte kaq shumë vështirësi dhe kaq shumë gjëra për të bërë bashk, sa që në momentet e para e kishim të domosdoshme të ishim të dy. Adi diçka, unë një gjë tjetër, sigurisht që patëm dhe mbështetje të njerëzve të tjerë që pranuan të ishin pjesa e asaj gjë së vogël dhe pastaj sigurisht janë ndjen lezetin. Kur kalojnë disa vite dhe ti kupton që ajo nuk është më thjesht një bebi vogël për një bebi vogël, po që po kërkon që të rritet, që ti po mendon të bësh disa gjëra të reja që janë dhe të guximshme dhe që do kërkojnë dhe sa sakrifica të tjera, atje ndalesh dikur dhe pyet veten. Dhe unë jam natyrë, domethënë edhe si natyrë jam e para dhe sot, po të më thuash që bëj diçka, sigurisht që nuk kam çmendurinë që kam patur 20 e kusur vjeç, që thosha po e bëjmë. Por përsëri, ke pjekurinë. Por them, po kam pjekurinë dhe unë e mas veten dhe nuk kam nevojë ta mas për një muaj, e mas veten shumë shpejt. Po për çështje ore arrita analizoj atë që dua të bëj. Në fillimet tona ne kemi patur një vështirësi diku në 3-4 muajt e parë mbasi kemi hapur biznesin, saqë në një moment të caktuar po pinim një kafe, ishte shumë vonë. Dhe për të mos na dëgjuar ato pak njerëz që kishim rreth e përqark, që cilët le të themi po mbështeteshin tek ai biznesi i vogël, më bën një pyetje veç. Nëse ndodh që të dështojmë, je gati të hikim prap? Se xha e kishim edhe djalën e madh. Për të ikur Mario. në shtetit. Po për të ikur në emigrim. Dhe them po ma, as i problem fare që problemi madh shumë. Mjafton të jemi bashk. Por un kam besimin, thash s'ka për të ndodhur kjo. Do shohësh ti që ne do t'ja dalim. Dhe vërtet ajo ishte, domethënë sa mbarova fjalën erdhën që na lajmëruan, shikoj se kemi nevojë tek pika, se kemi njerëz që po presin. Pra ti mendon që po të kesh bashkëshortin në krah, ja u sugjeron vajzave dhe grave pa frikë që mund të ta jo çdo lloj bashkëshorti shpirt. Tani varet nga bashkëshorti. Dgjoj, e mira është në kështu nisjesh, sot për shembull, do jetë mirë që të mos janë bashkë. E kuptoj, sepse teknologjia, para teknologjia, informacioni, mençuria, financimet, mënyra se ku mund të kërkojnë informacion, ku mund të trajnohen, ku mund të shkojnë, kufijt janë të hapur, mund të bëjnë kurse, mund të bëjnë workshope, mund të bëjnë gjithçka. Antonella, nuk është e nevojshme që ti zgjidhin vetë gjërat. Ta kërkojnë informacionin dhe mezi ta gjejnë, pastaj të ulen. Sepse sot ti mund të bësh fare mirë nga shtëpia një biznes online, në rrugë digjitale. Patjetër. Antonella, platforma, si blogere. Përveç se juve ishit drejtoreshe dhe qëndronit në Zyrë, le të themi në Thonjza, juve pastaj, disa vite, më pas ju dolët dhe u bë drejtoresha e marketingut në biznesin tuaj. Dhe lidhemi te digitalizimi, pra. Ja të them diçka. Historia ime, unë tash kam mbaruar ekonomi financë dhe derisa mbarova strukturimin e financave, sigurisht e kam punuar në Zyrë, po jo vetëm në Zyrë, se kam punuar edhe në prodhim. Duke njësoj me punëtorët. Këtu ku shkuat juve janë disa vite më vonë kur biznesi e kishte kaluar fazën e vet të vështirë dhe pse dolët në teren ju, pa që duhet të dilnit në teren? Sepse gjithmonë pikat kyçe marketingu është domethënë e kam me të lexuar po dhe me të provuar. Marketingu është një pikë fort në biznes, të cilin nuk e beson dot
kudo dhe pa e kontrolluar Dikur bëj duke vetë. shkuar çdo dyqan ndërsa tani ka forma të tjera. Ato e kam bërë si drejtor shitjesh. Unë mora përsipër të jem drejtori i shitjeve dhe i marketingut. Marketingun e kam drejtuar siç ka qenë koha. Pra, kur ishte i fort marketingu televiziv, jam përpjekur të zgjedh ato emisione të cilat kishin sipas gjykimit tim, jo gjithmonë shikueshmërinë. Që kishin vlera të cilat nëpërmjet atij emisioni transmetoja bashkë me vlerat e kompanisë dhe vlerat individuale dhe vlerat e besimit të një familje dhe besimit të një biznesi të suksesshëm. Gjithashtu në ato kohë kam zgjedhur që sot e turmentojnë edhe nëpër libra dhe gjeni edhe të shkruar ato që quhet marketingu 3, pastaj erdhi UB 4 dhe 5, janë format e marketingut që ndryshuan, që bizneset nuk mjaftonin më të tregonin se çfarë prodhonin, pra të bërtisnin nga marka të bërtisnin tek produkti, por të tregonin që kishin dhe disa vlera të tjera. Pra Antonela këtu na ndalo, sepse koha nuk na fal. Tani unë dua përgjigje 1 minutëshe për disa pyetje shumë interesante. Çfarë peshe zën në jetën tënde 2 djemtë tu dhe Sara Kapo? Sepse ajo ka një ngjashmëri të jashtëzakonshme. Me Antonela ja kam thënë direkt. Përgjigje 1 minutëshe. Djemtë e mi janë bota ime dhe sot me plot gojën dhe me shpirtin plot them që jam krenare për mënyrën se si I kam mbritur dhe për sa të mirë janë bërë. Ju kam një bord shumë të madh, sepse kam munguar shumë në jetën e tyre. Jam përpjekur me sa kam mundur që në vitet e adoleshencës. Por në fakt emri yt I ka ndihmuar shumë dhe duhet ta theksojmë këtë. Sepse emri ndihmon shumë gjatë ecjes, sepse edhe ata janë futur në biznes, unë I njoft, ata janë artista në gjithë pikpamjet. Janë djem të mirë, janë fëmijë shumë të mirë. Kjo është rëndësishme. Kurse Sara ka një tjetër dimension në zemrën time. E para se jo vetëm që është vajza si me motra, pra unë jam tezja, por dukeni sikur jeni motra, se keni motra Mbesa juaj e preferuar ndoshta? Dëgjoj, mbesat nuk kanë preferencë. Ashtu nuk e di. Por Sara ka një botë të jashtëzakonshme, aty ku duket që është shumë e fortë, aty është fragjile dhe të bëra pyetje për Sarën, sepse unë ndjek në gjithë daljet e saj televizive në muzikë, suportoj është Sara ka një pavarësi të menduarit dhe të sjellurit, pavarësisht që se është shumë e vështirë që të jesh vajza e një artisteje si Emma Andrea dhe të kesh identitetin. Dhe Sara po krijon emrin e saj, Sara po krijon dhe ka punuar dhe ka luftuar dhe është edukuar që të bëj këtë, po është merit e Sarës, po është dhe merit e Emës. Për Sarën, një përshëndetje nga edhe nga mua janë thënë se shumë e madhe e saj, përfitoj nga rasti që ta përshëndes. Antonela, ne shumë, për shembull vllai im nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas dhe ditën që unë erdha për një gjë, në fakt me shumë dhimbje, cilën duhet ta rrefesh sot, më tha pse Antonela është motra e Emës? Po, I thash, është motra e Emës dhe unë sot po shkoj për ngushëllim tek mikja ime, të 2 miket e mia të zemrës dhe të shpirtit. Si e përjetova dhe si e ndar me vllain ton dhe a mendon se e ndar apo vetëm shpirtërisht? E para erdhi papritur. Do më thonë, vrasi rufe në qell të pastër. Do ti ngrihesh në mëngjes një ditë hënë, përpara festave, kur je bërë gati të shkosh diku, të festosh diku, po ke parasysh kanë qenë ca ditë që edhe doje të festoje, edhe nuk doje, edhe doje të shtroje tryezën dhe nuk doje të shtroje. Pra ishte, se unë përgjithësi jam natyrë festive, natyrë që I dashuroj festat. Kishe një ndjesi të brendshme? Kishe diçka, një ndoj parandjenjë, të tha diçka? Kisha si pa jetë, si pa dëshirë. Edhe ti ngrihesh dhe merr një telefon që të lutem alla hajde se babi ti ka rënë të fikët. Po unë mora vesh çështë.
mora vesh sepse unë kam patur më marrë mjeke dhe ta gjëra i di, por pata dhe një kështu se më ftoft trupi. Unë gjita lartë, fëmijët ishin zgjuar, se i kishin lajmëruar, dhe më thonë, mam, prit njëherë, çfarë ke që u panikose, se mbaza nuk është kjo që mendon ti. Sot edhe çdo natë ngrihem me mangësin e zërit tim që u lërinte, sepse e kuptova kur vajta. Vazhdoj të dëgjoj zërin tim që mbërtiste. Vazhdoj të kujtoj fytyrën e Emës që ishte bërë akull. Dhe vazhdoj të kujtoj momentin kur e sollën. Pastaj jam shumë falënderuese të dy fëmijëve dhe Sarës për forcën që ju dhanë. Edhe nusës time. Vetëm për forcën, po për mënyrën se si e menaxhuan e menaxhuan gjithë situatën, edhe dhimbjen e tyre, të cilën e kanë akoma brenda dhe zor se e kanë mundur ta menaxhojnë, por për respektin, për kujdesin, u kujdesën për të gjithë njerëzit, për të gjithë detajet, për gjithçka që të mos na shtonin neve dhe një dhimbje tjetër dhe një lodhje tjetër. Mikja ime, më the kam veshur rrobat e tij, si e kujton tani që mos ta kujtosh vetëm momentin dramatik. Ne koha në të cilën bëhet kjo bisedë është një çik e shkurtër, po ndoshta kur të rim të një herë më gjatë. Prandaj dhe thash që ne kemi një muaj që të themi kur do vish, por më në fund të finalizuam, sepse donim edhe impresionet e tua të momentit fundit. Të them dy gjëra. Kur ka vdekur babai, unë kam qenë fëmija i madh dhe Ema dhe Enea janë binjak dhe kanë qenë me muajsh. Dhe unë jam kujdesur për të dy ata derisa jam martuar. Dhe më pas. Në farë forme ishin si prind. Kam qenë thuajse prind, domethënë jam kujdesur për shumë gjëra, edhe për t'i larë dhe për t'i ndruar dhe për të shkuar në shkollë dhe për të biseduar dhe ne të tre. Kemi patur një lidhje të jashtëzakonshme dhe kemi patur një mama të jashtëzakonshme. Që jo vetëm që u ritëm mirë në kuptimin jo ekonomik, se ekonomikisht kemi vujt sa shpirti jonë e ti, por u ritëm me njëri tjetrin. Me një dashuri të jashtëzakonshme, nuk i fshihnim asgjë, njëri tjetrit tregonim gjithçka, flisnim gjithçka, unë sigurisht kam patur dhe pak rolin e mamit, përsa ata të dy kanë qenë një i vetëm. Edhe kemi patur një lloj mendësie që sot e gjen shumë rrallë. Fëmijë të palidhur mbas un kam parë ty dhe Emën që e menaxhoni edhe në rrjetet sociale, falënderimet, mënyrë hidhni foto duke buzëqeshur në festa dhe ti kështu duhet ta kujtosh mikja ime Antonel. Kështu duhet ta kujtosh. Do ta kujtosh me një lloj buzëqeshje të tij. Ka qenë një djalë i jashtëzakonshëm që e donte shumë jetën. Edhe kur të takonte, puna e parë që mund të kapte nga faqet. Dhe pastaj puthta fort. Për ta përmbyllur dhe për mos rënduar më, çfarë ke në mend bësh një gjë për pas një viti? Pasi të jetë qetësuar dhe imbja. Ne po mendojmë në fakt sepse Enea ka lënë edhe shumë intervista, përveç se kujtimeve pafund, miqësi të mëdha, shok, shkrime ditar, shkrime dashuri të pamat, se nuk di t'ju them se sa i gjërë ishte, po mendojmë që të mos e kujtojmë me atë thjeshtësinë që kujtohen zakonisht njerëzit, po të bëjmë diçka që t'jetë më afër, do me thënë ta kemi atje në mes. Do ta kujtojmë gjithmonë si një njeri të qeshur, si një njeri të bukur, ashtu siç është familja juaj. Ndaj i përjetshëm qoftë kujtimi i tij. Tani ne do mbyllim pjesën e parë të Labirint në Tru me një dhuratë personalizuar për Antonela Hakon nga Enzo Atini. Ju falenderoj shumë për kujdesin, për dhuratën. Ta gëzosh, Antonela. Po kujdesi është po mund ta hapë? Po mund ta hapësh.
që nga shumë elegant. Edhe ti elegante je në Enzatini, faleminderit shumë. Faleminderit Enzatini. Në situata. Një herë kemi edhe një portret të kuruar nga. Shoh pak. Sot pas ke bërë të bukur. Nga Endri Beqa. Na tregon çike Sot pas ke bërë të bukur. Kthehemi në pjesën e dytë, Labirint në tru me Lajthiza dhe Enzo Atini. Faleminderit sponsorëve Antonela. Faleminderit sponsorit. Faleminderit juve. Atëherë u rikthyem me podcast Labirint në tru me personazhin e ditës, që është një vajzë e veçantë, speciale, e dashur, e mirë, që në pozicionin e saj ajo arrin të ndihmojë të tjerët. Ky është në fund të ditës misioni Labirint në tru, të promovoj vlera njerëzore, të promovoj ata që kanë ndërtuar veten edhe nga vështirësitë jashtëzakonshme, siç është rasti i sotshëm. Sot kemi të ftuar Suela Lala. Suela ka një histori shumë të veçantë. Në vitin 1997 është qelluar me plumë në qafë, ndërkohë që ishte brenda në shtëpinë e gjyshërve të saj në Burel. Dhe ky plumb e la atë të paralizuar. Në këtë kohë Suela ishte vetëm 14 vjeç, ishte një vajzë e shkëlqyer në shkollë dhe dinte 2 gjuhë të huaja. Për Suelon ishte pak e vështirë në fillimi sepse mjekët nuk i shpjeguan asaj që ajo do kishte pasoja ky plumb që e goditi në qafë, por Suela mendonte që do bënte thjesht një operacion dhe pastaj do kalonte. Ishin shumë të vështira momentet e saj të fillimit, sidomos kur nuk shkonte dot në shkollë me shoqet e saj të mblidhej dhe siç është çdo fëmijë në këtë moshë. Sot është drejtoresh e Fondacionit Së Bashku, madje ka qenë e ftuar edhe në festivalin e 59 të këngës në radio televizion. Është aktiviste për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar dhe drejton organizatën Së Bashku. Suela, a mendon ti që shoqëria jon ka ndryshuar në perceptimin ndaj personave me aftësi të kufizuar në gjithë rrugëtim që ti ke bërë gjatë kësaj periudhe dhe si ka qenë jeta jote? Po, Ida, të falenderoj shumë për pyetjen, me të drejtën, siç e thatë, unë kam një përvojë gjatë si person me aftësi të kufizuar të jetuar në Shqipëri edhe kuptoj që mendësia ka ndryshuar. Sot jemi më mendje hapur se sa dikur dhe shohim më shumë njerëz me aftësi të kufizuar të cilët janë pjesëmarrës në shoqëri që shkollohen, që lëvizin në qytet, që bëjnë jetën e tyre. Megjithatë, sërish vazhdon të jetë e vështirë edhe nuk jemi aty ku duhet jemi, si një vend që gjithashtu aspiron të bashkohet Bashkimit Evropian së shpejti. Më thatë që keni mbaruar inxhinieri ndërtimi dhe mjafton një vëzhgim i lehtë në qytet i zakonshëm për të kuptuar që duke filluar nga mjedisi fizik, nga trotuar, ndërtesa, ka shumë barriera çka bën që na izolojë dhe mos na lër mundësi që të marrim pjesë në mënyrë të barabartë me të tjerët. Ju fatmirësisht sot ishit në një godinë të aksesueshme, unë pata vështirësi për të ardhur këtu, mora ashensorin, kështu që ishte e thjeshtë, por nuk është gjithmonë kështu kur do të shkosh në një institucion për të marrë ato shërbime. Qoftë edhe në universitet kur ti ke dashur të bësh leksion, për shembull, nuk e arritur dot të depërtosh. Po. Së fundmi isha e ftuar madje në Akademinë e Sigurisë në Tiranë dhe më desh ti bashkohesha grupit nëpërmjet online, nëpërmjet Zoomit, pasi ndërtesa ishte e paksesueshme. Dhe kuptohet kjo vështirëson edhe për ata studentë që duan ndjekin studimet aty apo dikoj që do të punojë në një institucion të tillë apo pra na izolojnë në një familje. Suela, përveç prezantimit që të bëri Eda, ke diçka në fillimet e tua që ti do ta ndash me publikun para se ne të themi edhe pse ka qenë arsyeja që të ftuam, arsyeja kryesore që të ftuam sot në Labirint në tru? Ma thuaj ti një herë arsyeën. Arsyeja është ne në Labirint në tru e kemi marrë si mision që të ndihmojmë shpeshherë personazhe dhe një personazh i tillë në fillimet e Labirint në tru kishte nënën të sëmurë prej shumë vitesh nga një vaksinë në kohën e Covid. Ti ishe personi i parë që kishe iniciativën tënde për ta ndihmuar dhe për ta mbështetur miken tonë Tela. Dhe ne nuk rrim dot pa e bërë publike këtë që një person i tillë që ka kaluar vështirësi të jashtëzakonshme e ka zemrën dhe shpirtin plot dhe do të ndihmojë dhe të mbështesë të tjerët duke krijuar një shoqat në të cilën ajo ka gjithmonë hapësira
edhe për persona me aftësi ndryshe, por edhe me persona që janë në nevoja specifike. Po, të falenderoj, problemi është që ne për shembull si organizat luftojmë në mënyrë që shteti të marrë përsipër edhe të mbush ato Sa e bukur kjo. Shteti duhet në fakt. Qytetarët kanë. Por dhe individi bën ndryshimin ndonjëherë, Suela. Po, patjetër. Ne përpiqemi ndryshojmë mundësinë, ndryshojmë qasjen e qeverisë shqiptare, po që rasti që erdhi tek unë ishte nevoja për një karike me rrota dhe është absurde që ende në Shqipëri të ketë njerëz të cilët nuk kanë mundësi të gjejnë karrige që është një mjet bazë, siç është karrika me rrota, e cila garanton le të themi ato lëvizjet minimale dhe është bazike, është esenciale në jetën e një personi për cilin të ka nevojë për të. Pra nëse të bëj ndërhyrje të vogël, më fal, pa mbaruar idenë e fjalisë, kush janë më të mëdha sot barrierat fizike, institucionale, sociale apo paragjykuese në vitet 2026? Janë të gjitha bashkë, sepse të gjitha nga pak, ushqejnë njëra tjetrën. Nëse ne nuk kuptojmë që dreja e persona me aftësi të kufizuar janë dreja e njeriu, dhe se sot le të themi kjo është sfida ime, po nesër mund të jetë sfida e dikujt tjetër, edhe nëse ndërtojmë shoqëri më të mirë, edhe nëse përmirësojmë financimin publik, le të themi përmjet ndihmëse, siç është rasti karrierë me rrota, nuk përmirësojmë vetëm jetën time apo të mira të tjerëve si unë, por ndërkohë kemi përmirësuar në një farë mënyrë edhe kemi ngritur le të themi edhe sigurinë tonë për të ardhmen, sepse askush nuk është imun në këtë fushë, mund ta ndodhi gjithë secilit nga ne dhe është mirë që në ditët tona më të vështira edhe kur jemi le të themi më në cep të shoqërisë, kemi mundësi që të jetojmë me dinjitet, se për këtë po flasim. Kam dëgjuar një shprehje jo më larg se sa dje që thoshte që kur një person është i paralizuar tër familja. Pra duhet të jenë të gjithë pjesëtarët e familjes në dispozicion të këtij personi. A jeti një njeri në këtë prizëm pak i privilegjuar sepse ke pasur për herë prindrit e tu që të kanë qëndruar pranë dhe a janë lodhur ndonjëherë ata realisht me ty? Jo, unë mendoj që unë mendoj që në përgjithësi fakti që jam këtu ku jam edhe jam këtu sot me ju, mendoj që jam e privilegjuar, po privilegji lind nga disa rrethana që kanë të bëjnë padyshim me mbështetjen e familjes, pastaj me gjendjen socio-ekonomike të familjes dhe me një arsyesh tjera. Çështja është që Shqipëria duhet të jetë në gjendje të mbështesë cilindoj që gjendet në një situatë timi, që të mund të ndërtojë ëndra dhe që të mos e shoh këtë situatë si fund, po ta shoh si një mënyrë tjetër për të jetuar dhe për të qenë i barabartë me të tjerat. Kjo është sfida. Unë mendoj që nuk është, siç e thash, nuk është më si, 27 vite më para, 28 vite më para, sepse dhe Shqipëria s'është më e njëjta. Ne nuk po sigurisht, po. Sigurisht. Suela, jam jo vetëm kurioze, por jam edhe e dëshiruar për ta ndarë me publikun. Kush ka qenë personi i parë në jetën tënde që ka pas një impakt përveç familjes tënde? Për të motivuar dhe për një informacion të brendshëm. Po, kam një informacion të brendshëm për të thënë që jeta vazhdon, Suela. Gjithçka do zgjidhet. E them me të drejtë që kur ti përballesh së pari me aftësinë e kufizuar, sidomos në ato vite ku keni parasysh nuk ishte internet, kishte pak teknologji, pak njerëz si unë që dilin në media, ose as pak njerëz si unë që dilin në media edhe e kthenin le të themi edhe aftësinë e kufizuar në një normalitet, sepse e tillë është në fakt. Është përvojë njerëzore në fund ditës që nuk e kam se do jem unë e para as e fundit, është pjesë sigurisht mund të bëhet e përvojës njerëzore. Por që në ato fillime kisha të vështirë. Gjithashtu familja ime tërësisht pa përvojë që shikonin që ka dritë në fund të tunelit dhe se kjo nuk mund të ishte pengesë për tu përmbushur dhe realizuar. Dhe me thënë drejtën kam qenë me fat në disa stade të jetës time, por në atë moment të parë më rastia solli që njoha në spital ish ministrin e financave zotin Arben Malaj. Mala ka qenë shumë thelbësor në atë periudhë të jetës time para për shkak të vizionit që kishte, është njëri shumë optimist dhe shumë human. Po, padyshim, se ndryshe s'do kishte shprehur interes, po edhe me një lloj
vizioni cilin ne na mungonte në atë kohë. Pa të njohur ty, unë bëja një festival dhe duhet të certifikoja dhe të vlerësoja, të nderoja 10 personazhe nga gjithë Shqipëria që kishin kontribuar, sepse unë kam vite që përpiqem të kontriboj për personat me aftësi ndryshe. Për shembull, ne kemi pas disa persona me aftësi ndryshe në Labirint në Tru dhe kemi mundur që 2 prej tyre t'i punësojmë, 2 prej të tjerë t'i ndihmojmë me mjete rrethanore, me karrocë dhe pra Labirint ka një mision dhe duhet përfshijmë misioni jonë është t'i përfshijmë të gjithë, sepse nëse shteti nuk e bën, atëherë individi mundet, dhe pse jo? Dhe një ndër ta ka qenë një personazh shumë i dashur për mua, dhe pse ai nuk është në post të qeverisë sot, Arben Malaj, që marrë feu, jo vetëm për Suelen, por edhe për 2 raste tjera, dhe ky person meriton të ta vlerësojë dhe ta certifikoje si një personazh jashtëzakonshëm që ka mbështetur me fondet e tij, se shteti ka detyrë, po individi në fund të ditës ose është ose nuk është njerëzor. Për te Shqipërisë, të gjithë personat, shumica e personave me aftësi ndryshe punësohen në shtet. Unë njoh shumë në Itali për shembull, në dikastere të ndryshme. Po në Shqipëri ka shumë barriera dhe nuk e bëjnë. Dhe doja të pyesja Suelën, a ka vërtet më shumë se sa ne shohim, sepse shohim pak? Është minoriteti më i madh. Minoritet, ëh? Po, 15% më duket e popullsisë, po. Sipas po që ne nuk i shohim, sepse 16% e popullsisë globale, në Bashkimin Evropian është 25% e popullsisë, dhe për shkak të jetëgjatësisë më të madhe dhe për shkak të kushteve më të mira të jetesës, që jetojnë më gjatë etj. Në Shqipëri, sipas censusit të fundit, është 6.5% e popullsisë. Po ne si organizata të aftësisë kufizuar besojmë që numri është më i madh, duke qenë se ka të bëjë edhe me stigmën, mos identifikimin, edhe me mënyrën si konceptohet aftësia kufizuar. Po që edhe kaq sa janë rreth 170.000 persona me aftësi kufizuar në vend. Suela, para se të kalojmë në disa pyetje individuale edhe për jetën tonë, dhe për librat, për muzikën, për veshjet, duam të dim çfarë thirrje i drejton shtetit firmave të ndërtimit dhe institucioneve private, sepse sot privati është pothuajse sa shteti dhe ka mundësi të jashtëzakonshme për të ndihmuar këto personazhe. Ju e përmendët, edhe në Shqipëri ka një ligj, tashmë legjislacioni është përmirësuar edhe në fushën e heqjes së barrierave, por për fat keq pak njihet edhe privati gjithashtu kur ofron shërbime publike, pra qoftë kur bëjmë fjalë për edhe një dyqan apo një kafene apo një restoran, edhe ai ka detyrimin që këtë shërbim t'u ofrojnë në mënyrë të barabartë gjithë qytetarëve, pra përfshirë personave me aftësi të kufizuar, ndërkohë që gjithashtu ka një ligj për punësimin dhe ka një kuotë punësimi për subjektin privat, i cili për fat keq nuk e zbaton, edhe për shkak Lori që duhen vendosur rampa në çdo institucion, madje dhe në çdo njësi banimi. Por në ligj është, por sa zbatojnë dhe sa njerëzor jemi, prandaj nga Suela sot bëjmë thirrje që gjitha bizneset, nëse keni 100 punësuar, paktën 15 prej tyre duhet të jenë me aftësi ndryshe, sepse ka një mirësi njeriu brenda shpirtit, të cilin duhet ta zhvilloj dita ditës, apo jo Suela? Dhe ti e ke zhvilluar këtë mirësi tënde në mënyrë sistematike. Mirësia është diçka që duhet ta ketë secili, por rregullat institucionale janë të tilla që duhen zbatuar. Suela, kush janë ngjyrat që vesh zakonisht dhe muzikat që dëgjon? Për 1 minutë përgjigje. Muzika se nuk mbajmë për një fashioniste e madhe, po. Mua më duket se e vesh shumë bukur. Komplimente. Muzika më pëlqen shumë Coldplay për shembull, isha para 2 vjetësh, po isha në koncertin e tyre? Coldplay dhe ishte një nga përvojat më fantastike. Kam patur fatin të isha në një koncert të Bocellit në fshatin e tij në Lajatiko, kështu që kështu si gjithë shqiptarët kulturore si thua që janë mbushur. Po libra që lexon? Lexoj pak tani, me thënë drejtën, Xoj, kam lexuar më shumë dikur. Tani lexoj shumë më pak edhe për shkak të kohës, po edhe sepse ku ta di unë ka ndruar edhe vëmendja jon, kam përshtypjen që ke menduar të shkruash një listë e lirë. Po, kështu si gjithë tjerë, po që sepse më thanë që punoni shumë në kompjuter, ëh? Kështu që edhe juve keni shumë të zënë fondacionin tuaj. Suela, kam një pyetje dhe një premtim. Mundesh të rrefesh në një libër të gjatë gjithë jetën tënde sfidat dhe përkujdesjen, dhe të premtoj që unë do jem botusja jote, financuesja jote për këtë botim. Jo,
Nuk e di nëse nuk e dëshiron sepse është një motiv për të tjerët. Jeta e Suedës është një motiv, një film. Është një film. Jam çuditur. Unë mendoj që duhet bësh një libër që pastaj ky libër të kthehet në film. Kur dalim pension, unë mendoj që ende jam aktive, kështu Nuk ka kohë tani. Unë kam shkruar libra shumë më herët dhe kam kohë për dalë në pension. Unë mendoj që njeriu rrëfen kur vepron më. Nëse ti një ditë do jesh e dëshiruar për ta rrëfyer historinë tënde me një libër, derën time e ke të hapur. Faleminderit që ishe në Labirint në Tru. Enzo Atini dhe Labirint ka një dhuratë për ty të personalizuar. Ne tregojmë atë. Një palë syze të bukura. Shumë faleminderit. I shohim. Vetëm i shohim. Vetëm i shohim. Eda të ndihmon. Se ka edhe për t'i vënë. Jo, tani s'ka problem. Enzo Atini, faleminderit për dhuratën. Por njëkohësisht kemi edhe një portret të ideuar nga kuratori vizual Endri Beqo i Labirint në Tru. Paski prit. Shumë nice. Ktheje nga kamera. I like it. Shumë e bukur. Suela. Ky ishte Labirint në Tru. E diela fundit e marsit. Faleminderit të gjithëve. Shumë faleminderit. Shumë